që s'pimushën sa Allah në të këza? Pata mundësi të flasë më shumë tabore politike dhe me më shumë përfaqësues. Një zëri ma kanë thënë gjithë që nuk ka një lloj entuziazmi kësaj radhe për të marrë pjesë në për tubime, kështu për të shkuar sikur më herët. Pra, janë tri palë zgjedhje brenda një viti, gjë që s'ka ndodhur në Kosovë. Po, nuk është indikator tregues që s'kan me dalë zgjedhje edhe që koka frima jo prezente. Po e kisha fjalën për mënyrën e të bërit fushatë. Po shqyr spaku s'po thojnë i falenderojmë, ju kërkojnë falje atyre që po mesin jashtë. Jo, se ata mund të ndodhin, ato mund ndodhin. Herë e kaluar ka ndodhur dorën zemër, po pastaj te rezultati ka pasur ndryshime. Gjua më e butë e kësaj fushate, çfarë dëshmon? Rama dëshmon që subjektet politike me një farë forme i kanë hapur trajektorët eventuale që të bashkëpunojnë me njëra tjetrën pas zgjedhjeve. Pra që nuk ka shpërsi që lihet një mundësi e komunikimit nga njëra dhe tjetra palë, urdhro? Nuk ka butësi gjuhë, së më besoj që ishtë partit opozitare që është LDK, PDK dhe AK janë në dimenzionet e njëjtë të fushatës që kanë qenë me në shkurt. Ndoshta me në anë pak më të vogël, por zoti Hamza sa ka qenë kandidat për kryeministër fare s'është marrë me zotin Kurti. Nga në tjetër Abdixhiku aty këtu me deklarata ka thumbur. Abdixhiku e ka më të butë gjuhë, Haradinaj e ka krejtësisht më të butë. Ku ka ndryshim këta kështë thënë ka te Haradinaj, por ka një diçka të bëj. Qysh ka ndryshu Kurti, ka ndryshu edhe Haradinaj, por kjo është vetëm strategji. S'ka të bëj me qëndrim, s'ka të bëj me karakterin politik të këtij subjekti ose zotit Kurti ose zotit Haradinaj, sepse Kurti unë jam i bindur që mendon njëjtë prapë. Si për Dritonin, si për Fidanin, si për të tjerë që janë politikë. Ata s'menon ata tjerë. Jo, një çka thash Blerim. Thash nuk ka ndryshuar se ta. Nuk është vetëm ka ndryshuar strategjia sepse kanë kuptuar që përmes një çasti të tillë rrezikojnë mi humb ose mi përfitu domethënë votat. Entuziazmi në zgjedhje mungon është e vërtetë, por beçi aton gjatë kohë